ndodhen edhe 4 njohje nga 117 tash I kemi edhe 4 shtesë janë pra 121 njohje gjësejt që I kemi, edhe kjo është qëtësim për te, nga se nuk po arrin fluksin e njohjeve, pse ke pas pak një ngesje, jo shumë për shkak të lobimit së, po për shkak të aktivitetit në planin pra lobues të Ministrisë Punëve të Jashtme po dhe Qeverisë Kosovës, por realiteti është që kemi një lëvizje pozitive dhe kjo është një indikacion I mirë për ne, por realiteti është shqetësues për te që përkundër asaj që ky don ta në formë ta mbaj në fuqi rezolutën 244 edhe gjithë ato debate që po bëhen në formë periodike për Kosovën në Këshillin e Sigurimit, Këshilli I Sigurimit ka mbetur më tepër formal në aspektin e prezencës ndërkombëtare të sigurisë në rast të parë të KFOR-it, që ka mandatin e rezolutën 244, por edhe të EULEX-it që lidhet më tepër me misionin evropian. Sido që të jetë këto janë ato shqetësimet e tina që nuk po I shkojnë shumë ndërdorshëm çështjet edhe vazhdimit njohje, por edhe mbështetjes në pajisje dhe armatim të shtetit më të fuqishme në botë, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, të Turqisë një vend strategjik rajonal, por njëkohësisht edhe shtetet sikur që është Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, edhe vende tjera që në vazhdimsi po mbështesin forcën e sigurisë edhe normale prezencës pra të KFOR-it që po është në ndërlidhje apo në ndërdorshmëri të ngritjes kapacitetit profesionale të forcës sigurisë Kosovës. Ne përmendëm paksa më sipër në gjatë bisedës tonë bashkëpunimin ushtarak mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Megjithatë, Beogradi po e konsideron atë si një kërcënim. Madje vetë presidenti serb thotë se arsyeja e vetme e atij bashkëpunimi është pretendimi I Vučićit, ishte fuqizimi për një luftë kundër Serbisë. Vučić kërcënoi madje edhe me kundërmasa. Çfarë mund të presim nga Vučić apo nga Serbia? Po e paralajmërojmë një vazhdim në armatosjeve, domethënë ka një rezervë diku në afër 200 milionë euro, ai shkoi për te asaj thotë që do t'i siguroj edhe 200 tjera, diku rreth 400 milion, më pak se gjysmë miliardi euro për të blerë pajisje si kundër veprim apo kundër veprim të armatosjes edhe të forcës sigurisë Kosovës, po edhe vendeve të pra nga ky marrëveshje trilaterale mes Shqipëria edhe Kroacia. Pra veprimi I tij po llogaritet sikur reaktiv në raport me armatosje pajisje, por edhe këtë marrëveshje trilaterale. Ndërkohë, a po I druhet Serbia ndoshta përfshirjes së Kosovës në sigurinë euroatlantike, pra pjesë e sigurisë euroatlantike dhe shmangja e izolimit sa ka lobuar deri më tani, dhe nga ana tjetër një shënjestrim I qartë I Serbisë nga Kongresi Amerikan, më pas edhe me vullë dhe firmë të presidentit Amerikan Donald Trump, që së pari një garanci e fortë që nuk do të ketë ndryshime kufish në Ballkanin Perëndimor dhe që Serbia po bie të paktën në nivelin e demokracisë. Po, pra, gjithë kjo që ka u bë është shumë në rëndësi edhe jetike për Kosovën, nga se një vendim I tillë gjithsesi formë të ligjit që është pru, mbështet ato që ka për neve është jashtëzakonisht jetike, pra nuk ka ndryshim të kufish. Dhe kjo është një adresim I qartë, që ai kupton mirë, por realiteti është më tepër në balancën e forcave rajonale. Është e vërtetë nëse marrim pra edhe në çështjen e rangimit në Global Firepower, fakt që Serbia ka shku më lart se vendet e rajonit, por çdo aleancë e re, ai është si rrezik potencial më për shkak të balancit në rajonal. Edhe plus paralajmërimi I Turqisë me çdo kusht në rast sulmi ndaj Bosnjës Hercegovinës dhe Kosovës do të reagojë më një herë në kuptim edhe të ndërmarrjes me edhe ushtarake. Kjo është një adresim I saktë që ai e llogarit shqetësim të madh. Mirë po mbi të gjitha pra rrezikun që është më të lartë dhe potencial është
nga pra